Narrativa është që Rama është i izoluar, madje opozita thotë që goditja e Veliajt, Ballukut, Ergyes Agasit është bërë nga administrata Trump nëpërmjet SPAK-ut, e cila ka si instrument kryesor SPAK-un për të goditur kryeministrin. Madje edhe vendimin për pezullimin, prandaj po diskutojmë sot, edhe vendimin për pezullimin duket sikur SPAK ka qenë nxitur nga pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si është e vërteta? E gjitha kjo është një narrativ e ngritur, bazuar është një perceptim që lexoshin, le të themi, simbolikat, lëvizjet, mos e kështu me radhë. Ajo që është interesante është që Rama ka folur në Francë, edhe pse ishte për komplet tjetër gjë, ishte për samitin e Ukrainës vullnet mirët e mësatash, flet për në partneritet me francezët do bëhen ca ndryshime në kodin penal, me Tilda Gjonen në krah, takon dhëndrin e Donald Trump, Jared Kushner, që nuk është vetëm dhëndri dhe investitori Sazanit, por është dhe i ngarkuar direkt nga presidenti për krizën e Ukrainës. Pastaj sot zhvillohet një takim për drejtësinë ku edhe ambasadori i Bashkimit Evropian flet për ca ndërhyrje që duhen bërë, sepse Gonzato dhe shprehet një lloj pra që ka nevojë për përmirësim dhe ambasadoresha më në fund, po e them ambasadoresha, është ngarkuara me punë, gjen një moment takimi me Ram. Dhe Ballukun, po kjo historia e kësaj investimit amerikan në Tropoj për 600 megawatt energji MCT-tash, mund të kishte ndodhur edhe më përpara, se nuk është se ka çuar makineritë aty dhe po presin që të fillojë nesër. Mund të ndodhte edhe më mbrapa. Pra, bëhet biznes dhe duke bërë politik. Bëhet politik dhe duke bërë biznes. Fakti që është zgjedhur në këtë moment, përpara gjithë këtyre ngjarjeve ose pas gjithë këtyre ngjarjeve dhe përpara ngjarjeve që pritën të ndodhin, ka një mesazh. Cili është mesazhi që ne me Shqipërinë sigurisht, por dhe me këtë qeveri punojmë. Dhe kjo kur lidhet pastaj me disa informacione, qoftë me takimin me Kushnerin në Paris. Po, ja ku kemi fotot. Po, qoftë me disa informacione që përforcohen kur del lajmi që Rama do të shkojë në 20 janar në SBA për të deponuar, pra për të dëshmuar me avokat. Gjitha këto unë kur i lidh me njëra tjetrën them prit, sepse dikush i ka kuptuar dhe shumë kush mund t'i ketë kuptuar që këto lëvizje po çojnë ujë në hollinë e Ramës. Mund të kenë marrë dhe informacione që Rama mund të jetë duke organizuar dhe është afër konkludimit një takimi me presidentin e SBA-ve dhe për ta prishur magjinë atij momenti dhe për t'i paraprirë atij momenti dhe për t'i thënë shqiptarëve që nuk po shkon të takoj Trumpin, po edhe nëse takon Trumpin do shkojë të përgjigjet dhe te prokuroria se e çon Trumpi për vesh. Ka dalë një lajm, nëse e ke parë, ku thuhet që Rama në datë 20 do shkojë atje të deponojë me avokat. Dhe unë them që gjitha këto ngjarje, pra takimi me dhëndrin e Trump, ambasadorja që zgjedh këtë moment për të thënë që dhe Rama bashkë me të për të thënë që ja, një investim shumë i madh amerikan po vjen në Shqipëri. Ti e di më mirë se ne se ti për marrëdhënie ndërkombëtare je më i miri këtu, që politika amerikane dhe biznesi janë të pandashëm me njëra tjetrën. Edhe vetë presidenti e thot me Venezuelën që jo, nuk është demokracia, është nafta. E thot tull ai, zotnia atje. Kështu që në këtë kuptim, gjitha këto ndodhin në një kontekst delikat politik që shkojnë në favor të Ramës. Nëse këto gjitha bashk shkojnë në një linjë edhe me informacionet, po dhe me tentativën që po qarkullon që Rama do shkojë për tjetër gjë për të prishur takimin me Trumpin. Pra, mua më çon një konkluzion që Rama është një det trazuar, anija ka shumë vrima, por nuk është shumë larg bregut, nëse mund ta them kështu. Jo, analogjia është gati për të shkuar për pak e kalon në paqësorë. Denis, si vlerëson raportet e Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
sepse ato janë raporte që më pas përkthehen në raportet e Ramës me Spakun, ose të Spakut me qeverinë. Unë ta kam thënë herën e kaluar, atë lajmin spekulativ nuk jam i bindur, nuk jam as ta komentoj se tu është një botë spekulantësh që është shumë e madhe, por ajo që ne duhet të komentojmë janë faktet. Është e dukshme që marrëdhëniet e kryeministrit me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë ato që kanë qenë dikur, sepse duket kryeministri nuk ka qenë, ka kohë që s'ka qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në një farë mënyre Shqipëria këtu s'ka ambasador, dhe kjo jo për fajt e Ramës, po më falë, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka ambasador, dhe kjo jo për fajt të kryeministrit, po do të thotë që vëmendja e amerikanëve, Shtetet Bashkuara të Amerikës për rajonin ka rënë. Nga kjo pikpamje s'ka asnjë shtet rajon. Nga kjo pikpamje dhe marrëdhëniet nuk janë ato siç kanë qenë dikur. Kemi për asnjë. I fundit në Malzi ndjes Denis për informacion, i fundit Malzi ka ikur më pak se 2 muaj më parë. Dhe praktikisht i gjithë Ballkani është pa ambasador. Do të thotë që vëmendja atyre përveç Afinës. Është në Amerikën e Jugut tani dhe më tutje ka shumë kriza bota që ata janë fokusuar. Kështu që nuk mendoj që kjo ideja që të thrasim Ramën si thua ta marrim në pyetje atje se do ta zbërthejmë regjimin, kjo është shumë ide qesharake. Shqipëria është një nga shtetet jo aleate, po është njëshme Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këtu madje ka shqiptar, jo madje, po i numër i madh, po të thonë nesër të bëj një referendum, jeni gati të bashkoheni me Amerikën, do ishin gati. Në këtë kuptim, amerikanët e kanë shumë kollaj të zgjidhin krizat me politikën në Shqipëri. Pavarësisht se duket sikur politikanët tanë bëjnë rezistencë kësaj natyre. Në këtë moment ka dy qasje, ose vëmendja e Shtetit Bashkuar të Amerikës është fokusuar, dhe e tha dhe reagimi i sotëm, te lufta kundër narkotrafikut dhe tek le të themi hapja e hapësirës për investimet amerikane. Po jo, shkon bashkë. Dhe këtu unë mendoj që Rama do të jetë në të dyja rrethanat, e tha dhe sot, do të jetë bashkëpunues me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rama nuk ka jo vetëm këllqet, po as çfarë them unë, gjeje fjalën epitetin çfarë duash ti, të dal kundër një investimi amerikan në Shqipëri. Nuk ndodh. Nga kjo pikpamje, çfarë rrezikon Rama? Se kemi dëgjuar këtë historinë, jo do ta marrin në Amerikë çfarë. Madje dua të shkoj me fjalët e doktorit, i cili është më i qartë, pavarësisht se bën humor politik, po është i qartë dhe ka informacion. Ai sot ka deklaruar që Ramën nuk e rrëzojnë nga pushteti as Delta Forca, pra e hedh poshtë në mënyrë kategorike absolute që këtu të kemi një situatë ngjashme me Venezuelën. Nuk vinë dhe na marrin të dyve. Prit se është e bukur kjo. Nuk e rrezon as Spaku. Pra Rama hedh poshtë edhe hetimin që Spaku të shkojë deri hetimin e mundshëm të Spakut për Ramën. Dhe rrezoi vetëm unë, thot Berisha. Këtu futet te humori politik që ai e ka edhe si veçori. Pra këtu ai të thotë që Rama me Amerikanë nuk ka asnjë problem. Dhe Berisha nuk është nga ata që nuk i thotë informacionin që ka. Por thotë që ai nuk ka problem as me Amerikanët as me Spakun. Problemin e ka vetëm me mua. Mos e bën për kontekstuar amerikanët, more. Si e kupton ti këtë? Ata dëgjojnë dhe reagojnë. Mund të jetë kjo. Pra, unë nuk shoh këtu vizita Rama është strukur në, le të themi, në pushtetin e tij në Tiranë, nuk është më dhe në Europë, në vizitat në Europë janë gjithnjë më të shpeshta, dhe kjo duhet të thënë. Në Shtetet Bashkuara nuk e kemi këtë lloj, si thua, frekuence. Madje Rama ka qenë nga ata që disa kryshlinje mos gaboj ka kaluar dhe në New York, ka pasur edhe takime miqësore që ai ka pranuar vetë. Ka angazhuar tani për antarësimin në BE, prandaj nuk ka ç'bën. Kjo, okay, mund të jetë kjo. Por për tek kësaj ëndra që ta mbyll këtë fjali, ëndra e opozitës dhe opozita ka disa premisa, goditja e Ballukut edhe goditja e Ballukut. Të gjitha kanë shpjegimin e Lorës, mos e shmang Lorën, secili ka punën e vet. Dhe nëse do t'i ndodh mazhorancës që 10 ministra, jo 1, po 10,
të shkojnë të SPAK-u, mazhoranca prej 83 mandatesh do votoj ministrat e radhës. Dhe ky është procesi. Çafati kanë ata që janë atje. Po, do vinë në një listë në kandidat për deputet, ministër. Ka që thjesht politika në Shqipëri. Avokat, si shofun pak të Leonardi ka tjetër Ramës ose dy narrativat që janë ngritur në Shqipëri, narrativa që mbështet opozita, që lidhet me faktin që SPAK, duke qenë se ka ndryshuar administrata atje, SPAK po përdoret si instrument për të goditur kryeministrin Rama, cilin e shikojnë si Benjamin të George Sorosit, paktën kjo është narrativa, dhe narrativa tjetër që e tha dhe Flogerdi, që Rama nisur dhe nga takimi me Kushner, nisur edhe nga disa dhëna të tjera, deklarata apo biseda që ka bërë me ministrin e drejtësisë në Francë, apo deklarata e Gonzato sot për sa i përket disa ndryshimeve në reformën drejtësi, po shtron rrugën për një ripajtim, po them unë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e shikon, le të themi, në këtë projekcion gjën? Atëre, unë mendoj domethënë që Rama nuk është se ka pasur ndonjë marrëdhënie të jashtëzakonshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos me administratën e tanishme. Kjo edhe për faktin domethënë se mënyra se si të qaset politika jashtme amerikane. Trump që ditën e parë kur është futur në zyrë ka thënë ne kemi America First, interesi amerikan dhe asnjë gjë tjetër për te kësaj, kështu që çdo gjë shikohet thelbësisht interes, madje biznes. Jo tamam interes, po interes në biznes. Dhe këtu në këtë lloj ekuacioni, me thënë drejtën, ne nuk kemi kaq të lakmueshëm sepse jemi 28000 km2. Kemi në kush e di se çfarë. Jemi pik mjalti për kinezët, tharë Rama sot. Ai ishte një lloj spini që Rama donte të na i thoshte atyre që ishin aty që shikoni, po në slamorët të juve do na marrin këta kinezët. Kinezët aty kanë fituar çtonin kinezët për ne dikur. Po, le tani atë. To janë historiat e Ramës, e ke parasysh. Është një lloj Nuk është një mesazh për Shtetet e Bashkuara kjo. Ti mendon që gudulisen ata kur i thot Rama, kështu që po sikë këtë do shkosh andemo. Mos u tall tani me këto historia të lutem. Ta bllokoj dalin në Adriatik. Po, ke drejt këtu po. Tu ke shumë drejt. Tani e dyta është dhe qisharake, po aq qisharake është të mendosh domethënë që kjo lloj opozite, për mënyrën se si është, nuk është problemi domethënë se këtu nuk ka opozitar. Këtu ka aq opozitar sa ti nuk ta merr mendja. Kuptimi e plot fjalë. Problemi është domosdoshmë që kur ve gomari përpara kalit, të ecësh me hapin e gomarit të kalit. Ktu je. Dhe ka marr fund kjo puna e historisë. Doktorit tani po jo. Jo, s'e thash ashtu, atë e the ti. Unë thash atë që thash. Dhe kurse pjesa e tretë, doni ju ta besoni apo s'doni ju ta besoni, unë mendoj domosdoshmë që më afër për ta rrëzuar, nëse është për të rrëzuar, po unë nuk e besoj këtë si variant. Unë mendoj që Rama do ta mbylli mandatin e tij deri në 2029, në mos patçin ndryshime kushtetuese 2026 gjatë viti për 2027 që të ndryshojë gjithë regjimin këtu nga sistemi politik, nga parlamentar në gjysmën presidenciale dhe të kandidojë për president pastaj edhe takojmë në 2041 bashkë. Kjo është po. Në rast se s'do ketë ky lloj skenari, unë jam me idenë që Rama do ta mbylli deri në 2029 pikërisht për faktin se nuk ka një opozitë. Por ama opozita më e madhe dhe më e fortë që ka për të pasur nuk ka përqen as opozita që është sot në pushtetin e opozitës, as Amerika, sepse të thash edhe një herë tjetër, për Amerikën është çështje interesi dhe interesi është shumë i vogël për në Shqipëri, por do jetë vetëm SPAK-u. Po, këtë po them. Si organ. Po pse 2029, fjala vjen se SPAK kërkon tani arrestimin e Ballukut dhe Rama nuk e dorëzon Ballukun. Rama nuk e dorëzon Ballukun, do mbajë përgjegjësi politike për mosdorëzimin. Por çështja do vazhdojnë në gjykatë derisa të dënohet zonja Balluku dhe Rama e heq zonjën Balluku dhe ve një Balluk tjetër aty, se nuk është fundi i botës, por prap vetash aty. Prap Rama është kryeminist. E kujtoni tani u kujtova. Çfarë mesazhi i jep kjo ambasadorja sot deputetëve që do votojnë për heqjen e mandatit kur i ulet Balluku? Ja, tani do një gjë tjetër. Rama ka qenë kryeministër në maj qershor korrik gusht shtator, duke pasur Gazbardhin aty ministër burr. Se ju harruat dhe këtë. Nuk shkonte atëherë Gazi te kryeministria. Ka qenë 6 muaj, Rama ishte kryeminist, Gazi ishte ministri i drejtësisë burr. Ishin 6 ministra të PD-s më burr. Po. E kupton? I kishte edhe godina ndara, nuk ishin një godinë. Tani ndara janë, mos u merrni me ato. Po duhet të them domethënë Gazi ishte te Ministria e Drejtësisë. Nuk ndryshon Rama në vetvete. Rama mund ndryshoj gjithçka poshtë tij.
Po ai do jetë aty, se kështu është bërë sistemi. Se dhe sistemi këta duhet ta dinë. Këtu po të heqësh kryeministër, duhet të gjesh një kryeministër përpara se të heqësh atë kryeministër. Kështu është bërë sistemi i le të themi shkarkimit. Shiko, të lutem se kjo është pak edhe se po gjetën numrat e ke kollaj gjesh një emër. Është problemi më se numrat kush i ka vënë ti e unë i kam vënë ata. Ata të deputetët duhet të gjetur emrin, duhet të gjetur numrat thuaj, duhet të gjesh 71 numra këtej. Për shembull, ta japun një situatë. Nëse do kishte reaksion në PS, 20 do kalonin këtej, mund ta zhbonte. Ore ti, sa Flogeri pak më para, ti PD nuk e le të ndrojë kurse këtej ja futë ndërimit pa kufi. Pse? Po sikur të ndodhin kështu. Asnjëra nuk do ta sitaj. Mos thuaj që nuk bëhet kjo, hipotetikisht është e mundur. Në qoftë se 20 deputet kalojnë këtej nga opozita, zgjedhin ata kryeministrin e tyre dhe mbaron puna. Me emocion mos besimi. Hipotetikisht mund të dalë tani unë mbi Arrofeja më burri dhe po është nat pa me hanë nuk ka shim. Gjithsesi është 2 xhaxhallar jo 3, janë hall atje. Okej, bravo. Vazhdo atë. Jo në ty unë këtë rastur. Pra, në fund po më thua që Rama do të vazhdoj deri në 2029, vetëm spaku është. Unë të kam thënë nëse do ndryshoj historia, dinjetës fjalë. Jo se nuk ndryshoj mendimo, po me çfarë lexoj. Ka si ka raporte sipas te me Nëse Sheban. Rama vazhdon deri në 2029. Tani ka gjë këtu. Si mendon ti? Gjë në 2029 do vazhdoj Rama, Spaku apo të dy? Se këto të dy nuk më shkojnë mua. Po shkojnë të dy ata Flogeri, ti je i bindur për këtë punë. Të themi një gjë tjetër. Si mund shkojnë? Po, Rama, Spaku apo të dy? Të dy nuk shkojnë ata deri në 2029. Okej, më ai do të ngrej një tezë tjetër, a mund ta mbyll tani si? Kjo është teza kryesore. Nëse ka përplasje, nëse s'ka përplasje. Apo e lejnë barazim ata, son hajtë. O Flogeri, unë di të them domethënë që sa do të fortë bëhet drejtësia, sa do e fortë bëhet drejtësia, ky vend është një republikë parlamentare. Forca e kartonit buron nga parlamenti. Po në rregull, dakor. Ngre nesër ai Shko ka Rama pra deri në 2029, jo Spaku, dakor? Po, ti thua kështu, unë them që do shkojnë të dy. Do shkojnë të dy, por Spaku nuk do ketë aq trimëri sa shkojnë deri te Rama, po them. Ja kuptoj. Kjo është historia që mund të rregullohet aty. Pastaj, neve tani po merremi, domethënë, është luks i madh që të merresh me marrëdhënien si e ka mendje Rama, do shkojnë datë 20, ato ta vënë FBI në ta marrin pyetje apo do takojnë në shtëpinë e bardhë Trumpin apo ta di unë. O zotri, ti ke një kryeministër që ka 2 javë që del çdo të diel kur del apo dhe ditë tjetër dhe thot jam krenar thot për Akshin. Fjalë për fjalë. Jam krenar thot për ekoparkun. Jam krenar për rrugët që kanë bërë në këtë vend, për çukës qafllosme që era fjala. Se ka thënë atë? Po, me daj, po. Jam krenar për ujin. Ka 2013 që thotë domethënë do ketë 24 orë ujë, jo, çfarë thua? Vetëm Korça ka 24 orë. Politikanësh Rama. Po pra, jam krenar për mëndzyrën që i ka rënë këtij vendi. Ja, jam krenar tha se nuk i kam ta tani të lodhi fare. Jam krenar thot sepse nuk u përmbyta unë thot. Deri në kohën e Berishit përmbytej vetëm Shkodra. Tani ka arritur kulmi, përmbytet Gjirokastra. Qyteti më i pirrët në Shqipëri përmbytet. Tu është çmenduri o burr. Dhe ne tani po merremi a e do Trumpi këtë apo nuk e do Trumpi? Ore seriozisht e keni këtë. Ne duam vërtet mendon ti që edhe me kanalet e rrëpirës Gjirokastës do merret Rama? Çdo qoftë kryeminist. Këtu ke drejt. Ja fusni, më fal për shprehjen. Këtu ke të drejtë e mbyllun. Po me kanale o burr tani, Rama s'ka bërë hidrovore, po se ka i kryetar bashkisë, pas to 2 kanale. Rama si thafshin krah që nuk e heq, nuk e ka shkarkuar sot atë. Ke shumë të drejtë. Të përmbytet se s'ka faje, të përmbytet qyteti kështu. Shmenduri. Po kjo nuk mund të thuash që është punë e kryeministit. Këti pse është përmbysur aty ku s'ka bërë hidrovore, dakord jam unë. Flogjet, lutem. E ke aty. Pra 6 muajsh, se meqense vin nga ajo zonë pak a shumë, po jo fikse aty, e kishin ndërtuar unazën e Burrelit. 6 muaj asfalti. Çmenduri. Po. Çmenduri më o Flogjet. Unë nuk e kuptoj më. Se nuk po merrem me 300 milionë çukës çapllosme më burr. Të mora vetëm me Gjirokastër, për tjerat i ka gjitha ai, po more shembullin e Kambur. Apo doli ai si vullnetësin ai aty dhe tha, shiko tha, këtë rrugën e Sevasterit është e bërtha nga Berisha dha në 2009. Në paktën ai doli e tha i gjë, po këtë thjesht del një fol. Po e kupton domethënë se ku jemi më. Ta janë bërë me mos humbim. Flogjet, Rama apo Spak. Dëgjoj, unë nuk do bëj orakullin këtë rast, se nuk më mban, por duke parë lëvizjet e fundit të Ramës me francezët,
dhe takimin e sotëm të Sadushit me Gonzaton, unë mendoj se për te batutave që bëra me Leonardin, unë mendoj që do shkojnë të dy, sepse se doja ta provokoja që të thoshte njërin, por nuk e hëngri, sepse gjatë kësaj rruge mund të ketë ndryshime kodit penal, kodit procedurës penale, çfarë janë këto. Dhe gjasat janë që gjatë këtyre ndryshimeve disa instrumenta që Rama i quan shumë shtrëngues, gjerë në kohën antidemokratik. Janë jo sipas standardeve drejtësisë europiane, është termi që përdor Rama. Pra, do ketë sa ndryshime që këtu në një farë mënyre do bllokohet spaku që të mos ndërmarr masa sigurie represive, siç i quan ai, por hetimet nuk i ndalon dot. Kjo është pak por e sigurt. E kupton? Nga ana tjetër, Rama ka folur vetëm një herë për një gjë. Dhe nuk është pyetur më se dhe nuk ka dalë nëpër intervista. Denisi ta mbaj mend këtë që intervista e radhës pyesi Ramën. Kur është pyetur për mandatin e prokurorëve të Spakut, pra do ju jepet këtyre prokurorëve një 9 vjeçar tjetër apo jo, Rama ka deklaruar që gjersa të vijë moment do flasim, por ka vetëm një vit kuqe. Dhe vije kuqe, ka thënë Rama, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatët. Po ka theksuar Shtetet e Bashkuara. Eventualisht, çdo veprim tjetër që ka të bëjë me Spakun, duke filluar nga mandati i ri për këta prokuror, 20-21 sa janë, deri tek funksionimi i strukturës, besoj se nuk do bëj Rama dot asgjë pa okejin e atyre. Pastaj, nëse këtu ndodh një kataklizmo dhe punët shkojnë keq për klasën politike, si tha, në kota sartë Macja dhe Miu flen bashk, që Rama dhe Berisha t'i bëjnë prapë 140 për të mbretëruar ata këtu, edhe kjo mund të ndodhi, por nuk e shoh si vetëm një korrigjim këtu. Mos e ngatroni çështjen e Spakut, prokurorët e Spakut ose mandatin atyre me pjesën tjetër. Është e vërtetë që Spaku ka filluar me 9 prokurorë, por sot ka 20. Po. Flitet, kur është bërë ajo pyetje që ti sapo citove, flitet se për ata 9 prokurorë të cilët u mbaron në 19 dhjetor 2028. Kurse këta prokurorët e tjerë që kanë hyrë njërin 2020, tjetrin 2021, 2023. Ke vënë re diçka ti? Të gjitha çështjet i kanë ato 10 të parë. Po sa ata i kanë pasur fillim. Ata i kanë pasur. Këto tjerë nuk e di me çfarë merren këto 13 fundit. Po. Tani problemi është pyetja që u ngre. Sipas Teo Floket, këta që kanë filluar ata shkojnë, ata për drejt ata shkojnë SBA. Ata drejtojnë departamentin e korrupsionit. Ata kanë nisur më 2023-shin që kanë hyrë, po ja them unë ai Maksutja, kush janë aty që kanë hyrë 2020. Që kanë hyrë 2023-shin. Nuk do bëj mandatin e tij 9 vjeçar ai. Do e bëj, po për këta që thua që janë ministrat e jashtëm dhe për të nderuarin Altin Dumani për shembull, që është një ndër ta, ose Mara, ose Gjoli. Ata nuk mund të kenë ndoshta mandat të dytë. Po pra, po ata janë pikat kyçe të SBA-ve, ti themi gjëra troç në Shqipëri. Po më sa është janë njerëz që janë pritur në departament shtetit, janë trajnuar për ata. Po pra, dhe Rama duke filluar nga kjo në rinovimin se këta janë truri i Spakut. Pra, po të heqësh këta nga Spaku nesër, një 10 prej tyre, ti Spakun e ke lënë me 10% kapacitetit. Jo, më unë do i hiqja ja 4-5 që tani për atë punë, po kjo është mendja ime. Unë këtu ndaj bashkë, unë jam me ata, ti. Për këtë çështje Rama ka dhënë një përgjigje pak evazive, ka thënë kur të vi çështja për kjo ka qenë kuqe e ka thënë Denis. Po jo, vjen kuqe është për reforma të tjera, pra çdo reformë tjetër, jo për këtë, sepse kjo është e thjeshtë, kjo çështja e mandatit. Kur di vi koha. Ndërkohë Berisha ka thënë jo. Berisha ka thënë para një muaji, mos gaboj, taksative jo. Ka boll zyrtar ky shtet, s'kemi pse të mbajmë këta nga 20 vjetë. Po nëse e keni fiksuar. Pra Berisha është pozicionuar jo, dhe ky është gjithnjë gabimi i doktorit në raport me sepse jo mund të thotë dhe mund ta mendojë dhe Rama, por Rama nuk e thot hapur. Ka thënë kur të vi koha, dhe koha mund të jetë 2027 më shumë apo jo, Leonardo, se si ka ikur koha. Mund të jetë një vit përpara përfundimit të mandatit. Dakor, mund të jetë një muaj përpara, më se thonë ajo. Pra deri në 2028 Rama luan me frazën kur të vi koha. Kurse Berisha pse do thotë jo?
Pse e tha i para një muaj që s'ka fare, le që është jashtë loje komplet njërë, se Rama po të doj... Sa ta thot çfarë doj më bursa, po dira s'ka as vota për atë punë. Duhet në 94 mos gaboj për këtë ndryshim. O Denis. Duhet 94 vota mo. Po mi nuk i duhen më votat e Berishës. Po mi më çon si ka, politikisht Rama konsiderohet vetëm me 83 vota, jo me 100 vota. E pra. Nga kjo pikpamje Berisha gjithmonë është në këtë nxitimin që nuk e di pse e ka, që thotë jo, nuk kemi pse të vazhdojmë me këta njerëz, sepse është kjo nënçja e parë që thotë Flogerdi që ka nisur dhe hetimit edhe për doktorin. Kështu që kjo punë e Spakut duhet parë shumë më thjesht nga njerëz. Spaku aty është, ka dosi, duhet i çojë dosit për hetim. Kush ka bër shkelje duhet të shkojë për hetim, të shkojë pa ndehur. Nuk ka këtu kush do shkojë, do shkojnë paralelisht to apo jo. Rama bën politik, Spaku bën politik, jo politik penale, se si mund ta thoja, po bën ndjekje penale, se jo politik penale. Politik penale bën prap parlamenti. Pra, Rama qeveris, Spaku ndjek keqbërësit që shkelin ligjin dhe shkelin jo vetëm krimin organizuar, po edhe korrupsionin. Kështu që kjo është ndarë historia në këtë. Fati i madh është që Spaku edhe me leadershipin e ri, madje me leadershipin e ri, ka marrë akoma më shumë mbështetje se me leadershipin e vjetër. Dhe u duk që në momentin që votua Klodian Brau, me një prezencë të jashtëzakonshme, ishte gjithë Këshilli i Sigurimit aty. Përveç kinezëve dhe rusëve, ishte gjithë. Korrupsion, ndërsa pra ju dha theksi luftës kundër korrupsionit dhe jo. Ky është fati i madh që kanë shqiptarët, sepse kanë përshtypjen edhe kjo klasë politike, edhe sikur mos u shtohet mandati, për 3 vite ka mbaru punë. Nuk do jetë përjetësisht kjo klasë politike. PS e ka bërë punën e vet. Po të shikoni, ka renovuar, Flogerdi këtu e di më mirë, mbi 60% të deputetëve. PD-ja është akoma në te 2013-a do të dilja se jemi në te 2013-a e di Leonardi se Leonardi njeh më mirë PD-n. O avokat. Dyshja Berisha Noka është e 2013-s apo jo, Leonardi? Dhe çik më përpara, madje po duhesh. Avokat, se dolëm tani se edhe Flogerdi dhe Denisi kur e trajtojnë Spakun fokusohen te Rama dhe duket sikur në këtë vend s'ka fare opozit, në kuptimin që një mundësi që amerikanët ti referohen si opsion apo alternativ pushtetit, në këtë kuptim po them. Kemi Adriatik Lapajt. Po sa tjetër është non grata o burr tani. Hiqja Lenës Veja Prengës, hiqit korruptuar me non grata. Doktori dhe Rama janë një lloj për amerikanët, në kuptimin e Madur Llëkut. Njëri se ai Madur ishte dhe non grata dhe narkotrafikant. Tani doktori i thot Ramës narkotrafikant apo jo? E merr Amerika narkotrafikantin e çon në Guantanamo. Edhe i biçit marrë doktorin se është non grata. Kupton? Prandaj ne nuk e përmendim se nuk duam t'i bëjmë dëm. Themi Adriatiku për shembull, ose Agroni. Shehet domun. Po, ose Ervini, Saliani. Këtu janë mundësit tani. Se këtu kush përfiton? Saliani përfiton dhe ca PS që duan të marrin parti. Po pse çuaj përfitim? Vazhdon ende kjo non grata sa avokat ka pesh për amerikanët fakti që Berisha është non grata? Po mos kishte, pse se hiqni? Pra, kot. Ne ta hiqni por një firmës, një gjë e vogël fare, pam. Ja hoqën Dodikut, që e kishin armik të përbetuar deri para pak kohësh. Çfarë bëri Dodiku? Tha s'merre fare më me politik, dalin pension, mirë pafshim. Po shikon, po sot ditë male tani, bjeshkët e Bosnjës apo të Serbisë, është për qeftë e tia. Së është mas non grata, shkon ku doj. Le ta bëjt njëtë një gjë dhe doktori, edhe unë besoj do më thënë që të japin frym opozitarizmit aty në... Doktori bëri luftë për të rikthyer, edhe sot është kryetari i Partisë Demokratike. Po bëri luftë për të rikthyer dhe tha çështjen e non gratës ta e kam personale, nuk e kam për partinë. Ka bërë të kundërtën. E ka futur të gjithë partinë dhe të gjithë opozitën te atë çështje e tij personale. Aty flitet vetëm për non gratën. Imagjino të thuash një gjë aty kundër, të bëhesh armiku i popullit. Deri dje, Ervin Saliani, po e marr si shembull, ishte personi i cili kishte bërë burg politik, se kështu i tani vajte edhe te burgu, e takojnë Fier. Po. Kishte bërë burg. Tani i lidhur me banda. Tani është i lidhur me Suel Çelën, me Bajrat në Shkodër, me lloj njerëzit bën, është kriminal. Fillon baltosja, topat e baltës, zgjylet, mediatike, siç i ka Berisha. Kaq është.
Kjo është historia. Pyetja që qëndron është, a duhet ta besojnë njerëzit një gjë të tillë? A është një faktor ky zotëria? Mund mos bëhet kurrë kryetari i Partisë Demokratike, se s'po merrem me këtë histori. Pyetja që qëndron është, a shkojnë në Shkodër ky Ervin Saliani dhe u mbush me PDI-stë Koloseu atje? Po. Dia kur ishte në Korçë, a ishte plot? Po në Elbasan, po në Durrës, po në Gjirokastër. Po këtë takoj ky, a takoj ky demokrat ky? Po nëse pas ka takuar demokrat, po pse shkon edhe Berisha për krah zotit Saliani? Ka takuar demokrat zot Berisha valla. Po mirë, dakord. Ka takuar ata të Ramës. Po, Sueli. Korrekt. Tani këtë diksionin e që takoi është i Suelit, është i Bajrave, ne kemi dëgjuar jo më lart se para 2-3 vjetësh nga ai që është krau i djathtë i Berishës sot. Më fal, i Majti, se i djathtë është Nuli, nuk të mos lëviz nga. I Majti është Gazi. Ai ishte Gazi ai që thoshte babi Xenit. Po pse e futet te krau i Majt të Gazin? Po i Majti është gjithmonë Gazi. Po pse është i Majt? Ka drejt për këtë. Avokat. Aty është shoku ynë, jemi kulturalisht të ngjashëm. Këtë që është ore vone e darkës, po duhet të vendosësh me pull të kuqe që të mos e shohin të tjerë. Avokat. Jo, ajo që themi është nisur nga kjo si të duk tryeza që apo le të themi si të duket strategjia që ka zgjedhur Partia Demokratike për të përballur me faktin që zëvendës kryeministria Balluku është sot e pandehur për korrupsion. Ore, dhe di si është puna, si puna saj, më kanë marrë dhëndër me më bë dhëndër me zor, me më martu me zor. Do thënë, aty ka një pjesë të madhe të këtij, le të themi, opozitarizmi të ri, që mund të kenë të drejtë apo përgjegjësia, apo mund të kenë pragmatizëm të thellë politik, mo. S'dua më të shkoj aty dhe pik. Agrosheje, po ja fut kot. Adriatik Lapa, po ja fut kot. Por ti po bën të pamundurën që këta ti marrësh me vete, po duke qenë vetë aty i pari. Pra ti i shikon ata gjithmonë si vasal. Pra nuk i vendos, prit më Redi. Ti e ke shumicë, po e ke shumicën partitë tënde, nuk i kemi disë partive të tjera. Kur ti ulesh me kryetarët e tjerë, partia ata e një lloj si ti. Se kryetar partie e ti. Valencën nuk e ka ndodhur, po gjithsesi. Valencën politike, jo, po kjo pse po më kërkon? Kështu ka qenë gjithmonë. Kështu ka qenë gjithmonë. Më thon, me që jam i vogël unë, o më mirë më se i vogël thotë. Po çfarë? Unë po them që sipas peshës politike, sipas numrave. O zotri, sipas peshës politike le ta bëj vetë, mos zoti, le ta bëj më vetë. Ky tha se e përmendi pak më parë Denisi. As Delta Force, as kush ishte ata? As paku, vetëm ne, unë e bëj. Le ta rrezoj pra. Le ta rrezoj. Ka që thjesht është apo. Ore, ti dhe unë kemi qenë në atë parti, unë nuk po të them ty, 30 vjet apo. Unë e njoh shumë mirë, nga brenda, nga jashtë, nga krahët, nga duash ti. Ajo është një parti që ka marrë fund, mo zotëri nderuar. Po çfarë ka Berisha më avokat, ndërkohë që ka që në 2013 që s'është më në pushtet Partia Demokratike. Unë argument kur të më jepet fjala, po e kuptoj argumentin e tij, apo ta mbyll këtë. Unë nuk po flas për ato që kanë nikur, dhe unë nuk po flas për keqeverisin e këtij e Ramës. Unë po të flas se si është e mundur që ka kaq shumë korrupsion sipas Berishës, sipas me ka akoma më shumë. Po të paktën sipas Berishës dhe ti nuk arrin dot të frymëzosh. Sepse është regjim, thot Berisha. Po kush të inalon ata të dalin në të shkojnë aty përpara kryeministrisë Murburri dhe edhe në Shkodër i çojmë shumë krush se sa njerëz mbledh ai në para kryeministrisë. Kush inalon njerëzit të shkojnë? Pasi ç'është kjo protestë më që u bë protesta në orën 6 masdite. Kujt i fletin 6 masdite? Bën 12 ti kur e ke Ramën në kryeministri. Ajo, Po kush është faji Berishës si njerëzit nuk ngrihen? Kjo është pyetja, se këtë ngren pyetje. Tani kush nëse mua ti s'më pëlqen oret, unë zvita emisioni jot. Ka që thjesht është. Po, Floger. Tani. Partia Demokratike në ditën e saj më të mirë me Lulzim Bashën ka marrë 630.000 votë. Fakt. 2021. Sali Berisha në 2025 ka marrë 500.000 votë. Dakord? Diferenca është 130.000 vota më pak. Bim dakord? Po. Pra 130.000 njerëz që nuk kanë dalë të votojnë në 2025 për Partinë Demokratike, janë të pakënaqur me leadershipin e Sali Berishës. Ndërsa 500.000 të tjerë duan Sali Berishën. Jo domosdoshmërisht, po nesër. Jo domosdoshmërisht. Vota që lexohet tash. Se në 2023-shin,
Po s'është ashtu, po them Në 2023-shin kanë votuar 400.000 për doktorin dhe Ilir Metën dhe 105.000 për Lulin dhe këto tjera të zgjedhjet lokale. Po. Se politike ishin ato. Pra në çdo rast, doktori ka 400-500.000, këtej pjesa tjetër anti-Berish brenda PD-s, se këtu janë ndaruar me Berishën në kundër, nuk ka, janë 100-150.000. Tani, pse duhet lëvizi Berisha? Doni të vrisni opozitën përfundimisht? Jo prit, po prit pra tani. Çka ka për qeshtë unë? Pa janë shifra këto. Po të dëgjoja dhe thash ku do dalesh o burr. Shifra më zotëri shifra, ti thua tani. Hiqja thua ti tani. Hiqi këtyne 500.000-ve hiqi u kokën. O vlogger, ke shumë të Pritra, drejtë. do heqësh kokën, aty do lësh. Ora 10 e darkës ke drejt domethënë të lejohet. Aty do lësh. beson të lejohet. Jo pa Mi vazhdo. Tani, Të në qoftë qojme të taksoj pak invers. Në qoftë se sot, e ta them unë, ikën Rama nga Partia Socialiste, aty ka luftë civile, mendoj unë. Okej. Në qoftë se ikën doktori nga Partia Demokratike, e njëjta gjë. Jo. Unë them jo. Flamuri me Erdhinin. Flamuri ose Albana me Ali Mehmetin, e çfarë janë këto do çartën me njëri. Ata jap një ide unë të lutem, meqense me nxorë. Ta kishte Dhe këtu do përfundoj që ajo 500.000 e doktorit, doktorit pastaj. ajo 500.000 e doktorit, Ata më dëgjosh, do rrudhët në 200.000 me Flamurin, Të lutem, o dhe 150.000 anti-Berish do bëhet 150.000 me këta tjerë, dhe do jenë dy opozita me nga 10 mandate dhe Rama me 100. Sinqerisht ta bëj serioze. Ata jap një ide këtu meqense ta ikë këtë pjesë po. Serioze kam unë. Shifrat janë serioze, pavarësisht se unë i them duke qesh. Një veprim shumë të thjeshtë. Berisha e ka drejtuar atë parti teorikisht dhe praktikisht për 35 vjet. Në rregull po. Fakt. Unë presupozoj me idenë time që i dhimbset ajo parti. Unë kam ide tjetër që ajo do domethënë se ka biznes, po e zëm sikur i dhimbset ajo parti. Po. E zëm kështu. Atë, ta marrin të miqën. Nëse do t'i bësh një nder shumë të madh kësaj Partisë Demokratike, kësaj opozitës, është shumë e thjeshtë kjo, që të mos zihesh ti dhe unë, se kush do jetë kryetari. Ti e zotëri nderuar hap një garë të ndershme dhe vendos piketa të fuqishme në raport me garën. S'del njëri po nuk u fut ky kandidat, çfarë thuat? Kush del? Po s'u fut Ata shkojnë se është doktori aty, po të mos jetë ky s'shkojnë fare. Ai është Ore, parti individu. Po të dëgjova pra, do hapi gara ai. Të hapi garë mos kandidoj ai, po. Po mos kandidoj, nuk voton njeri, mos s'ka parti, po s'kandidoj ai. Tallësh ti. E ke gabim. Avokat, ku është gabimi që bëri Berisha nga pikpamja strategjike? I ftoi të gjithë, intelektual, partitë e vogla, i ftoi të gjithë të një front të madh opozitar. Ta them unë para se të shkosh tek se ai është një njanshëm edhe nuk ka vetëm një gabim doktori që quhet koha. I ka kaluar koha. Politike apo biologjike? Politike. Biologjike vazhdon në rregull, është punë për të. Politikisht ai ka bërë, madje ka si thua, ka bërë gjën më të jashtëzakonshme dhe për çudinë e gjithëve, këtu besoj mund t'i bëjmë 1 minutë analizë që u rikthye në vitin 2005, sepse Berishës i kishte kaluar koha që në 97-ën. Në momentin që ç'a është të jesh politikan, se këtu duhet të kthehemi pak, cili është funksioni i politikani. Politikani është që t'japi kontribut për zhvillimin e vendit. Në momentin që ti e merr vendin dhe e çon në humner siç e bëre në 97-ën, ti duhet ti kishe ikur që atë kohë. Por Berisha, për shkak se është Berisha, duhet ta pranojmë. Edhe populli për fat arriti, jo, nuk besoj për shumë të popull, por tek një narrativ besueshëm. Po, dhe këtë e bëri në vitin 2005 dhe arriti të rikthehej, që ishte çudia më e madhe, nuk ka ndodhur në asnjë vend botës. Pasi e ke çuar vendin në rënim, ti të kthehesh në 2005-ën. Tani aty në 2013-ën jo i ka kaluar, por i ka stërkaluar koha. Dhe jo Berisha të thras ku diun disa parti që nuk kanë as pesh. Po të thras gjitha partitë më të mëdha të Europës, PPN, ta thras në Tiranë, nuk vjen më në pushtet. Kaq e thjesht është kjo histori. Nëse Partia Demokratike nuk e kupton, jo, pa Berishën nuk e dim, është një e panjohur, kurse këtë e dim, kaq e thjesht është. Nëse me Berishën e dim që PD-ja nuk vjen pushtet, edhe pa Ramën në zgjedhje. Fala, ishte PD-ja në zgjedhje Lul Basha tani. Me Lul Bashën ishte shumë Berishën, një deputet mori Luli akoma se ka filluar betezë, tani janë të merruar këta socialistët e demokratë. Kur thua tani me këtë partinë e re thoti, Euroatlantikët. Sa të mbaroi punë në Ukrainë. Duhet ta themi këtë që në Shqipëri, për mua është lajm i mirë. Vonë tham dhe Lulin. Nuk është lajm i keq. Ai është gjumë, nuk na dëgjon. Po, atë nuk replikon. Po, në Shqipëri është pozitive që sistemi është bipartiak. Unë e konsideroj pozitivitet.
Sepse ne jemi mësuar edhe me parti të vogla fare dhe thjesht më tepër jo vetëm që s'kan marrë përgjegjësi për qeverisjen, po edhe kanë gryer qeverisjen. Ne na duhet një parti që na vjedhin mirë, vëlla, nuk na duhet shumë parti që të ndajmë njëra tjetrën. Ne na duhet kjo kështu. Një sekond. Ne kjo, Xhaxhi Envero, Xhaxhi. Një sekond. Po një sekond tani, ja fillon. Ti e ke këtu. Nuk thash këtë, Leonard. Nuk thash këtë që ne na duhet një sistem i fortë bipartiak. Po. Që të alternohet. Ato që kemi pas me Xhaxhin Enver duhet ta kemi edhe tani. Një sekond, më mos e Xhaxhin Enver kishte një parti, unë po them për dy parti. Po pra një Jo, po ke kur po një. Faji Berishës këtu po them. Faji Berisha ta thash për shkoa. Berisha është kryetari i Partisë Demokratike që ka 500.000 vota. Të lutem, është koha. Tani do edhe një herë përgjigje. Ta jap Lojtari më i mirë në botë është ta zëm, më jep një emër mos e është ku diun, i Francës është Zidane, dakord? Ky është mbahet më i miri. Tani sikur të edhe të vi prap Zidane nuk e fiton më kupën. Është koha apo regjimi se? Jo, regjimi s'ka këtu, ta kam thënë. Ta kam thënë, ngacmova. Regjimi është futbolli, më fal, ka diferencë. Futbolli kërkon gjunjë, politika kërkon vota. Zidani nuk ka më takat, doktori ka vota. Kjo është diferenca për ta mbajtur në opozitën të. Fatimi i madh, dhe gjëja më e madhe që ka bërë Edi Rama gjatë të paktën gjatë këtyre investimi më i madh. Investimi më i madh që ka bërë gjatë këtyre 3-4 vite është domethënë që mban në mënyrë të hekur të fortë doktorin aty, sepse është arritje e madhe, nuk e kam me sarkazëm këtë, që jo vetëm të fitosh vetë, po dhe të di se këve kundërshtar mo. Unë ve kundërshtar nuk ve Barcelonën, po do ve Barin. Ti po thua tani që pra e kupton. Mirë, ne kishte të sqetur Rama, tani ka dhe sa. Ose Spanjolin. Pse? Sa atë e rrafë vëlla. Barcelona më rref. Kjo është e thjeshtë. Pra, investimi është domethënë që ti të kesh dhe të zgjidhësh dhe këtë kesh kundërshtar. Dhe kë ke zgjidh kundërshtari një non grata. Kë ke zgjidh kundërshtar një person i cili ka numër 2 nul nokën, numër 3 Pamelën o vëlla. Kë ke zgjidhur kundërshtar ti? Ke zgjidhur edhe Albana Vokshin se ti je korrekt. Dhe ata e thatë juve, unë thash ditë gjë. Dhe ka të tjerë që i rrinë aty nga mbas, Klevisin, Tritan Shehun, këta eruditët. Zotin Balliu, zotin doktor Shehu. Jo, vetëm një fjali për ta mbyllur. Ta mbyllim serioze. Ajo fjalia e sot me Berishës është serioze, në fakt kur ai thotë që Ramën nuk e rrezon as SBA as Paku. Pra kjo në një farë mënyre është gënjyse për gjithë atë, le të themi, njerëz që menduan që tani pas ku diun atyre zhvillimeve në botë dhe pas vrullit të Spakut, do të ketë zhvillime vulkanike. Pra, do kthehemi në normalitetin e asaj betejë në parlament, do kthehemi në betejën ose goditjet e Spakut në raport me korrupsionin dhe detyrimisht goditjet do jenë më shumë tek mazhoranca sepse është ka 13 vite që qeveris dhe leadershipi politik do jetë ky që është. Pra, pyetja që ngrë për dy kolegët është në vitin 2027 kush do i drejtojë zgjedhjet lokale për PS-n dhe kush do i drejtojë zgjedhjet lokale për PD-n. Deri tani gjasat me këtë që na thot Berisha na thot këtë gjë, që zgjedhjet lokale do i drejtojë Rama për PS-n, zgjedhjet lokale për PD-n do i drejtojë unë. Kaq e thjesht është. Sa të na ke dhënë zoti Ymën, ecim përpara bashkë.